lëkurës dhe bën të mundur dhe pastrimin më kollaj të saj. Por, gjithmonë duke kuptuar dhe rëndësinë e saj. Pjesa e lëvozhës hiqet musteqet, siç ju tregova pak më parë, me anë të një thige bëhet të mundur pastrimi i zorrës së trash, i kakaleci, dhe me ujë të bollshëm hiqet kjo pjesë komplet pjesa e saj. Edhe pastrohet pjesa e kokës duke shtrydhur. Shumica i lejnë to për pjesën e pastave, jashtme sikur japin shije. Unë nuk preferoj tip salsa. Unë nuk preferoj përveç salcës bisit. Bisi bëhet me kokat e kakalecit, del shumë e shijshme, por do filtruar dhe ka me teknika të ndryshme. Në të lloj rasti nuk dua. Më pas kemi oktapodin. Tek oktapodi shikojmë që është pjesa e kokës, fillimisht. Ky është një oktapod i ngrirë dhe i rrahur, absolutisht produkte të ngrirura. Ka dhe kjo kostën e vet, pasi në gjendjen fillestare është, le të themi, marr një shembull 1 kg, kjo kushkrin shkon 500 gram. Ose 700 gram, por ama kur zgjen firon akoma edhe më shumë. Pra shikoj çfarë firo ka, le të themi, ti blen dhe akullin në të rast, blen dhe produktin tjetër që nuk e shikon me sy të tjerë. Pra, peshën me të gjitha. Por aman, pjesa më e madhe e tyre vjen pastruara, siç e shikojmë. Apo jo. Po pa harruar dhe pjesën e gojës, tu merr ushimin në oktapodi. Me anë të një thige, bëhet të mundur nxjerrjen e saj, sepse shpesh lihet pa hequr. Okej? Kjo është teknika përdorjes dhe heqjes së pjesës brendshme. Është pak më e fortë dhe normalisht duhet hequr. Më pas, tek tenxhera me ujë të nxehtë, bëhen 3 zhytje duke mbledhur të takurët dali forma e lulës. Në të lloj mënyre forcon dhe lëkurën, vazhdon dhe procesin e zgjerrjes logjik. Okej? Piperi, që bën të mundur shijen e saj, mund të kishin disa tapa shishe vere, siç e thamë dëgjator ose terrorist. Po hedhin një sasi të vogël kripe, pasi nuk preferohet një sasi e tepër sepse uji që ka ngrirë produkti ka sasi kripe vetë. Trazohet mirë. Mbasi ka marrë val uji, siç e shikojmë në rast, do shtojmë oktapodin e kapim nga pjesa e kokës. Dhe shikojmë si të ndryshojë ngjyrë, por dhe formë. E lëm pak sekonda, e ngrem sipër. E lëm pak sekonda, e ngrem sipër. Në të lloj mënyre 3 herë zhytje. E qartë? Në të lloj mënyre mund të vazhdoj procesin e zgjerrjes së oktapodit. Edhe me kokën tjetër, një mënyrë do bëjmë. Pjesën e ballore të saj, siç e shikojmë, përqendruar për të përjetuar kalamari në vetvete, ka një pjesë cibet vogël brenda, por kjo do shpjegohet tek teknologjia 3. Siç e kam thënë dëgjatoros terrorist, është një produkt thjesht për përdorim të shpejtë. Po flas për restorante që ka fruktë të caktuar. Dhe normalisht kosto është më e ulët se produkti i freskët. Ndërkohë, testova oktapodin pak më parë dhe vendosim në ujë të ftohtë me akull.
Ka akull, ka. Me akull. S'pas ka akull. Që të ndaloj procesi kujt? E gatimit, shumë e saktë. Kontrollojmë sepjen. Mbasi le të themi 3-4 minuta jam mjaftueshëm, jo më shumë. Jo, sepse janë dhe të prera. Edhe kalamari duke qenë se është më i butë, më pak. Jemi gati për të formuar sallatë me fruta vegetit. Është një marinim masiv. Si që shikojmë kemi kakaletin e zjerë, kalamarin, sepjen, oktapodin që janë produkte bazë të përdoren për sa i përket një sallatë me fruta vegetit. Pa harruar dhe ingredientet e tjerë shtuar, siç është njulli i freskët i prerë holl, kaperi, selino e freskët, absolutisht që po, dhe qep e prerë holl, majdanozi, shumë i freskët, shega, pomodorini, vinegreta, se që kemi thënë shumë e rëndësishme në një gatim të tillë, për pa harruar dhe vajin e hudrave. Krip piper, dihet tashmë për t'i dhënë dhe shije të gjithë produkteve që kemi. Shtojmë frutat e detit. Shtojmë kalamarin. Shtojmë sepjen. Shtojmë oktapodin. Dhe më pas ingredientet e tjerë me radhë. Okej? Kaperi, një element shumë i rëndësishëm për sa i përket marinimeve. Pomodorini. Selino. Një sasi e vogël e qepës, mund të ishte një qep e kuqe, pse jo, një qep shalot. Do shtojmë majdanoz, do shtojmë vinegretën, elementi më i rëndësishëm në të sallatë. Po. Mjaftueshëm? Jo. Absolutisht kripa. Sasia nuk është mjaftueshme. Dhe shekët si përfundim për t'i dhënë atë ëmbëlsinë që karakterizon ndryshe. Një marinim me delikatesë. Po. Absolutisht po. Marinimi do të jetë i mirë, pra mund të jeni për një kohë. Por produkti i freskët është shumë herë më i shijshëm. Pra, nëse ti ke mundësi në një restoran ta bësh në moment, koha të favorizon, mund ta vazhdosh. Dhe bën të mundur nxjerrjen e një pjati të tillë. Pra, një sasi e konsiderueshme. Dita dhe mirëmëngjes për gjithë ju që jeni duke na ndjekur në këtë momente. Jemi me Shef Dorin dhe me grupin e parë. Mirëmëngjes Shef Dorin. Mirëmëngjes shërbenore. Si ka kaluar kjo ditë? Atëherë mbas një ecerie të 14 ditëve të para, për sa i përket anës teorike, jam marrë bazat e forta për sa i përket çdo gjë që ndodh në kuzhinë. Tashmë ka ardhur java e praktikës dhe kryesisht me pjatat e para që do zbatojnë çdo nxënës. Derisa të kalojmë nga muaj pas muaj në 3 muajsh e parë, e dytë dhe tretë me radhë. Atëherë do të them për gjithë ju miq që jeni duke na ndjekur në këto momente, siç ju thash pak, jemi te fillimi, jemi te ABC e kuzhinës, kemi filluar me prerje, tashmë ka ardhur momenti për të bërë sallaturina të ndryshme, supat, siç tha Shef Dori, do të thënë në kuzhinën tradicionale shqiptare në 3 muajin e parë. Na ndiqni hap pas hapi, me idetë tona dhe me nxënësit duke u ngritur nga dita në ditë profesionalisht.
Prandaj qëndrojnë në shoqërinë tonë. Atëherë shef Dori. Shef Granari, faleminderit. Sot kemi përzgjedhur një pjatë që quhet ndryshe një sallatë, le të themi pak e thjeshtë në vetvete, por duke zgjedhur disa përbërës, le të bëhet pak më ndërlikuar, pak më e moderuar. Quhet ndryshe sallatë trikolor, duke përfshirë në radhë parë që është sallata lakra e kuqe dhe lakra e bardhë, por pa harruar dhe pjesët e tjera kombinuese, siç është molla jeshile, finoku mbi të gjitha, karrota, portokalli, djathi gorgonzola, spinaq i freskët, rushi thatë, bajame dhe susam. Pra një sallatë vetme me shumë ingredientë ndryshme. Edhe shumë tepër ushqyeshëm nga frutat e faqe. Absolutisht që po, është një pjesë goxha e theksuar, sepse gjatë orës teorisë ne kemi përmendur dhe vlerat ushqyese se si vlerat vitaminat që kemi marrë nga frutat e ndryshme ose nga perimet. Atë desha të thoshe teleshikuesve tanë, pasi shef Dori do bëj mostrën dhe të gjithë hapa sapi do ta bëjmë të sallatë vetë. Kjo është ajo që na dallon, pasi çdo gjë e kemi me praktikë individuale. Ne bëjmë mostrën dhe të gjithë ata e bëjnë vetë dhe e shijojnë. Pa harruar duhet të theksuar edhe fakti që më pas do ta provojnë të gjithë vetë duke kapur gabimet ose cilësitë e forta që mund të kenë pasur si individ. Patjetër. Atëherë fillojmë. Pa harruar që duhet përgatisim në radhë parë një vinegret. Një vinegret, siç e kemi thënë gjatë orës teorisë, shërben dhe le të themi shumë e nevojshme, pasi një sallatë do të ketë një marinim të detajuar. Patjetër. E veçantë. Absolutisht që po. Duke marrë parasysh se si është, le të themi, ngamatura e saktë, duhet të jemi gjithmonë me 3 masa vajte dhe 1 masa acid. Po mënyra e përgatitjes së saj është pak më ndërlikuar. Pra duhet të kemi vëmendje maksimale që të arrijmë ta perfeksionojmë vinegretën. Edhe pasi ju të filloni, desha t'i them teleshikuesve ta që janë duke na ndjekur këto momente, pasi në rast se nuk ose nxënësit që mungojnë për shumë arsye janë pa qenë ato, na ndiqin çdo ditë live me mësimin, dhe ato mësim që ju nuk keni mundësi për ta bërë live, mund që ta bëni dhe ta shihoni këtu, recetën e ditës, të radhës, ju mund ta ndiqni nëpërmjet Facebook-ut tonë ose nëpërmjet Instagram ku ne ta montojmë video. Atëherë fillojmë shef Dori. Atëherë, siç e kemi thënë gjatë orës teorisë, dhe ju çunat do të keni vëmendje maksimale, që në radhë parë kemi shtrydhur limonin e freskët, jo le të themi limonet që janë nëpër shishe të ndryshme industriale, duhet të jetë limoni i freskët dhe në radhë të parë do shtojmë një sasi të vogël kripe në pjesën e biberonit ku kemi dhe pak fare piper. Pastaj kur duam që vinegreta të jetë pak më ndërlikuar, mund të shtojmë erza etj me radhë. Por në fillim fare duhet të jetë kjo lloj përbërje për sa i përket realizimit të vinegretës, që erzat të dalin në radhë parë dhe kripa të ketë një fuqi mbi të gjitha, që të arrit ta marinoj. Mbasi për të rrezik, absolutisht që po. Jo me gjëra të gatshme. Absolutisht. Do shtojmë me sy të lirë, le të themi, nga një mas acid 3 masa vaj, duke përftuar dhe kështu një vinegret sa më të saktë dhe cilësore. Nuk i pas kemi heqë etiketën akoma që kemi marrë 3. Po, vit pas viti mundohemi të marrim realisht gjërat që hecin dhe me hapin e kohës. Pavarësisht që një temi biberoni caktuar është një element bazë që mund të ketë një kuzhinë, shikoni se si pësoj ndryshim, pra nuk është thjesht vaj, është një vinegret tashmë, duke marrë parasysh dhe acidin. Mirë. Gjëja e parë që kemi thënë tek produkti bazë ka kjo sallatë është lakra e bardhë dhe lakra e kuqe, pa harruar dhe ingredientet e tjerë. Është prerja me dorë lirë, me thik, thika duhet të jetë sa më e mpret, por është prerja me pjesën e qerusit së patatave, por kemi dhe prerje me fetatrice, që bën të mundur realizimin e saktë të prerjes së saj. Sepse shumë e rëndësishme të gjitha të jenë produktet uniforme. Ne do të themi që do t'ja shpjegojmë edhe teleshikuesve dhe nxënësve, ne do ta bëjmë sa më artizanale. Sa më artizanale, po pa harruar dhe mënyrën e saktë që duhet marrë kjo lloj prerje. Dhe unë preferoj, faleminderit. Preferoj në të rast të zgjedh qerusën e patatës, pasi le të themi dhe afedatricën e kemi në një vend tjetër dhe do na kushtoj. Pra, dhe në shtëpia tona nuk është se kemi mundësi për t'i pasur të gjithë. Dhe do marrë qerusën e patatës, besoj se një qerusë e patatës mund ta kenë të gjithë. Vazhdojmë prerjen e saj në një krah të caktuar. Sa më holl. Shikoni pak se si arrihet të bëhet prerja e saj. Me të mënyrë do bëjmë dhe me lakrën e kuqe. Por nxënësit do përdorin sallatën që kanë prerë gjatë javës duke u marrë
me prerje të ndryshme, sikurse kemi pasur si ingredient caktuar dhe këtë tjetër. Kemi pasur çuna? Patatën, karrotën, qepën, selinon, specat, siç e keni parë dhe nëpër live ndryshme ose fotografitë që janë hedhur në Instagram ose Facebook. Shikon çfarë lloj prerje është bërë? Pra, imagjinoni sikur në këtë rast o do jetë ose thika ose pajisja e afatatrices, që do arrijë një nivel më maksimal të prerjes. Atëherë do bëjmë thjesht një porcion, nuk do na duhet një sasi e madhe, pasi nuk e kemi nevojë pra aq shumë. Dhe siç tham gjatë teorisë, ditës së djeshme do duhet një marinim i lehtë midis lagërës së bardhë, lagërës së kuqe, karrotës dhe pak sasi e spinaqit. Për sa i përket prerjes në rende, është sipas dëshirës, por preferohet të jetë sa më hollë, që dhe konsumi të jetë pak më i thjeshtë. Dhe zgjedh pjesën e krahut të rendës. Prandaj quhet ndryshe sallatë trikolor, sepse në vetvete ka shumë ngjyra. Vlera që ka është fantastike. Tani duke qenë se unë në vinegret shtova një sasi të vogël kripe dhe në këtë rast nuk kam nevojë. Bëj një trazim sërish. Shikoni si është krijuar masa kremoze? Nuk do të dua më shumë, sepse fillojmë të dëmtojmë atë. Dhe lë ndiku veç. Duke marinuar lehtë, siç thash, lehtë fare, sa më lehtë. Të lutem, më ndihmo pak me pjatën poshtë, pjatën e bardhë. Faleminderit. Dhe vendosja e saj, tashmë duhet të jetë kujdes, pasi jo vetëm në të sallatë, por në shumicën e sallatave duhet të jetë e vendosur në atë mënyrë që as mos ta dëmtojmë sallatën mbi të gjitha, por edhe pjatën mos ta bëjmë pis, pasi një klient nuk do të shihen. Me të gjitha do dhe çfarë tjetër? Dekorin, higjienën e pjatës, mos tjetë e piset. Ja, në këtë mënyrë, të gjejmë qendrën e saj, që më pas ta realizojmë duke përfunduar me ingredientet e tjerë. Shikoni sa e paraqitshme është, sa e bukur është. Pra, respekti që keni krijuar mbi produktin, sjell një pjatë të tillë.